Sa dush 45-ën, ka ndodhur diçka tjetër, se ne tani po diskutojmë marrëdhënie me Greqinë. Në 45-ën, kufit e Shqipërisë Jugut u konfirmuan në fiks në 45-46 në një konferencë që quhet Konferenca e Paqes me Italinë. Me Italinë. Pse me Italinë? Sepse Shqipëria kishte status të papërcaktuar. Tash bëre mirë se tani ta vendosin paralel me Shqipërinë. Shqipëria e Enver Hoxhës vërtet kishte bërë luftë të madhe. Ushtria Nacionale Shqiptare. Mirë po, Greqia e kishte mohuar këtë luftë. Anglezët ishin pro-Greqisë, donin që ta shpërblenin territorialisht, pra donin t'ja jepnin Shqipërinë e Jugut. Dhe në këtë konferencë, grekët, në këtë konferencë ishte ndërkombëtare, do pagushin dëmshpërblime nga Italia për shtetet që ishin dëmtuar prej saj, Greqia apo të tjerë, dhe do riorganizoheshin kufit. Greqia tha, duam ta trajtojmë çështjen e Shqipërisë. Po jo, i thanë ata, Shqipëria ka luftuar. Po Shqipëria s'është antar OKB-s ta Greqia. Dhe u votua. Në ato konferencë dolën 10 me 10, 10 pro Greqisë, 10 kundër Greqisë. Dhe atëherë Titoja, që ishte mbrojtësi jon, ndërkombëtar, i thotë Enver Hoxha, shko mbroje pozitën e Shqipërisë, çfarë ka bërë Shqipëria në luftën e dytë, shko mbroje ti vetë personalisht. Dhe shkon Enveri. Pse ishte vetvrasje Konferencën e parë në Paris. Të Parisit. Pse ishte vetvrasje ajo çka bëri Enveri? Sepse Enveri duhet të thoshte, edhe sot ne duhet të themi, historiografia jon duhet të thotë, dhe politika jonë zyrtare duhet të thotë, që në 7 prill 1939, ne kemi rezistuar shtetërisht. Pra, Zogu, mbreti Zog, pavarësisht se iku, ashtu si që ikën edhe mbretrit e tjerë, si që ku mbreti grek apo të tjerët, mbreti grek bëri një rezistencë sa do minimale, po e bëri. Abbas Kupi, Mujor Çinaku, e të tjerë ishin herojnë të rezistencës që bëm ne. Gazetat më të mëdha të botës, New York Times-i, Le Monde, kujt po rezistoje një popullsi e 60 milion me hapen me këto tituj që ushtria shqiptare, shteti shqiptar. Dhe Enveri shkon atë konferencë dhe i thot Greqisë, ishte kryeministri grek Caldaris. Dhe thot populli shqiptar ka rezistuar, cili popull shqiptar? Shoqëria civile, kishte NGO-at që rezistuan. E kupton? Dhe jo vetëm që e mohoi kontributin e paraardhësit, domethënë Zogut, por anglezëve dhe amerikanëve që po vendosin fatet e botës, fatet e botës kufit që vendosen në Jalta, apo në Teheran, apo në Potsdam, apo të tjerë, apo në takimet e mëvonshme, këshillat e ambasadorëve, aso kohë anglezë dhe amerikanë me sovjetikët ishin kryesorët. Ky nuk i dha statusin e misionet diplomatik.